Në një nga zona më të shtrenjta të mbretërin shqiptar në ujin e ftohtë në Vlorë, po zhvillohet një histori e rëndë abuzimi me pronën publike dhe ka protagonist ndërtuesin Mojsi Llazaj, administratori i firmës Llazaj 2002. Pasi dështoi të marrë votat në Këshillin Bashkiak për të zbatuar projektin e tij ndërtimor në tokë shtetërore, ai vendosi të veprojë me forcë, ndërtoi një mur betoni dhe nisi ndërtimin e një trulli që nuk i përket. Në janar të vitit 2025, Këshilli Bashkiak rrëzoi kërkesën e Llazajt për të legalizuar metra shtesë që sipas verifikimeve nuk ekzistoni realisht, duke ngritur dyshime për falsifikim dokumentacioni. Pavarësisht vendimit zyrtar, ndërtuesi veproi në mënyrë të palishme, duke rrethuar dhe duke betonuar tokën publike gjatë fushatës zgjedhore, por institucionet ishin të përqendruara diku tjetër. Ndërkohë në sfond është edhe një tjetër skandal. Tentativat për të zaptuar dhe shtëpinë e fëmijëve me aftësi të kufizuara në lungomare. Sipas burimeve, njëri ndërtuesish dhe zyrtar është të lidhur me krimin, ku përfshihet edhe Mojsi Llazaj, Kujtim Llapi, drejtori i një institucioni shëndetësor, dhe Majro Mitro, i dënuar për veprimtari kriminale, po përpiqen të shëmbin institucionin për të ndërtuar pallate. Ndërsa Spalk duhet të hetojë dhe për ndërtime paleje, uzurpime prone dhe falsifikim, ndërsa rasti konsiderohet si një nga më flagrantët të kapjes së pronës publike nga një klientelist që vepron në sfondin e korrupsionit institucional dhe me lidhjet në botën e krimit.